Leadershipi post Tito ishte duke lëvizur shpejt për të marrë me krizën më të rëndë që ishin përballur deri më atë kohë, si rezultati demonstratave të dhunshme që shpërthyen nga ana e shqiptarëve të Kosovës në mbledhjen e përbashkët të liderëve shtetëror dhe partijake jugoslave. Ata miratuan masat e forta të marra nga liderët rajonal në provincën kryesisht të banuar me shqiptar të Kosovës për të shtypur trazirat e kohëve të fundit. Atje, masat për të ndalur demonstratet e vitit 1981 nga shqiptarët e Kosovës përfshinin vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme rreth Prishtinës, kryeqytetit të Kosovës. Gjithashtu Tito kërkonte që të shtoheshin forcat e sigurimit të dislokuara në Kosovë. Një mas tjetër parapllake ishte ndalimi i gazetarëve të huaj që të udhëtonin në Kosovë. Trazirat kufilesën e kishin në Universitetin e Prishtinës pak më shumë se një muaj më parë për shkak të kusteve të vazhdueshme të rënda ekonomike në Kosovë, rezultuan në përdeshje të armatosura. Demonstratat morën gjyrime politike dhe kërcënuan që të ndisnin armiqsinë e fshehur në mes të komuniteteve shqiptare dhe serbe në Kosovë, duke alarmuar regjimin në Beograd. Kjo nga ana tjetër mund të prekte kombësitë e tjera, shumë të paqëndrueshme në Jugosllavi, duke krijuar një reaksion zinxhir me efekt ansor mbi serbët apo shqiptarët. Rezultati neto i këtyre demonstratave të dhunshme, sipas raportit të CIA-s, do të ishte minimi i bilancit delikat në sistemin e udhëheqjes kolektive që Tito kishte lënë pas takimit në Beograd. Agjencia Jugoslave e Lajmeve Tanjung lëshoi një deklaratë duke akuzuar elementet armiqësore të paspecifikuara të brendshme dhe të jashtme, të cilat ishin duke punuar sipas tyre për të minuar unitetin jugoslav. Beogradi duke se kishte drejtuar gishtin në drejtim të Tiranës së udhëhequr nga Enver Hoxha, duke akuzuar për shtrihimin e irredentistëve në Kosovë dhe në drejtim të Moskës. Ndërkohë në anën tjetër, Fadil Hoxha, politikani me ishuar shqiptar në Jugosllavi, kishte ardhur në përfundimin se duke akuzuar sovjetikët si të përfshirë në demonstrata. Në një fjallim të mbajtur në Prishtinë, ai denonconte ata që ishin pas ngjarjeve në Kosovë, duke të rrequr një paralele mes aktivitetit të tyre dhe ekseset më të këqija të kominformizmit, prishjen e marrëdhënieve Tito-Stalin në vitin 1948.